Pamjet që po i sheni janë sulme Ukraina se me dran thell brenda territorit rus. Lufta që Kremlini për shumë kohë e ka paraqitur si diçka larg qyteteve ruse, po hyll thell brenda Rusisë. Për analiza mbi luftën, politikën globale dhe ngjarjet që po e ndryshojnë botën, bënja follow faqes. Dronët e Ukrainës po arrin në Moskë, në zona industriale, në objekte ushtarake, madje raportet e fundit flasin edhe për goditje në Çeçeni, afër një baze të rëndësishme ruse atje. Vetëm në sulmet e javës së kaluar, Rusia ka raportuar mbi 3000 dronë Ukrainas brenda hapësirës së saj. Kjo po e shtyn luftën përtej vijës së frontit dhe po e kthen territorin rus në pjesë aktive të konfliktit. E kush kish me besu që 4 vjet pas luftës, Moska do të ishte pjesë e betejës. Por ajo që po e përforcon edhe më shumë idenë se Rusia tash është në limitet e veta të resurseve mbrojtëse, është paniku që po shpërfaqet haptas. Për shembull, në Kamçatka, 11000 kilometra larg Ukrainës, raportohet se në ndecët bërthamore ruse janë mbuluar me rrjeta kundër dronëve. Pra frika nga dronët e Ukrainës ka shku deri në skajin tjetër të Rusisë. Pastaj është Soçi. Sipas raporteve, një prej rezidencave më të mëdha të Putinit atje është prishur nga frika se mund të goditet nga dronët. Lideri i plotfuqishëm rus po ndihet i pasigurt të qëndrojë brenda pallateve të tij që i ka kudo në Rusi. Sipas raporteve të ndryshme, ai qëndron për kohë shumë të gjata brenda bunkerëve në Moskë. Vendi që e nisi luftën duke e paraqitur Ukrainën si objektiv të lehtë, tash po vendos rrjeta mbi nëndecë bërthamore. Po përballet me dronë në qytete të largëta dhe po e sheh se edhe hapësirat më private të pushtetit mund të hyjnë në hartën e luftës. Dhe për Putinin kjo është pjesa më e ndjeshme. Lufta po afrohet jo vetëm te territori rus, por edhe te imazhi që ai e ka ndërtuar ndër vite për kontroll, siguri dhe paprekshmëri.